kritikojnë lëkurën tënde, atëherë ti duhet bësh solidar në emër sepse triumfit të këtyre vlerave, sepse media në thelbin e vet, unë respektoj shumë median dhe jam pjesë e saj sepse për shkak profesionit vazhdoj jap edhe leksione shumë të bukura për median, por që ngelin vetëm nivelin e leksioneve, se në momentin që studentët bëhen gazetar janë në thundrën e vijave editoriale apo të partive politike dhe këta njerëz që kanë lëkurë dhe jo vetëm e dëgjojnë, ata duhet jo të bëhen kundërshtar, unë s'po them kundërshtar se pastaj merren gjyrim politik. Jo, të artikulojnë atë që është e vërtet. Pra nëse ne sot kemi kaq fakte. Tani të t'jap një paralele. Nëse kemi kaq fakte. Ta gazetar ju thoni janë në ndikimin e gazetarët janë linjës editoriale është po si puna juaj që nuk dilni dot nga Reshti Berishës. Këtu hyn partitë politike, janë organizime që kanë disiplinën e tyre dhe Reshti Berishës nëse është rresht që ka vlera, unë do heci me atë deri në fund dhe përderisa ka vlera do heci me atë deri në fund. Të mos bësh ja pas, të mos reflektosh prit ku shkoj, domethënë ku nuk shkoj ku. Po, sepse është ai që ju jeni në unison. Jo, jemi në pse kjo ju shqetëson juve se ne mbrojmë vlerat. Nuk shqetëson. Po unisoni jon është bashkim në bazë të atyre të vërtetave dhe vlerave që mbrojnë. Dhe unë këtë po kërkoj edhe nga pjesa e medias, sepse duket sikur po ndërtoj përballje. Jo, nuk kam as konflikt as përballje. Unë du reagim dhe reflektim. Për çfarë? Për të vërtetën, asgjë më shumë. Deri tani aty, pas këtij rezultati, në PD askush nuk e kërkon largimin e Berishës? Nëse do ishim në një moment që PD-ja do kishte bërë blerje vote, unë do kërkoja të njëjtën gjë. Dakor. Po dakor për se edhe reagim nga media. A ka në PD aktualisht? Dhe një herë, këto janë gjëra. Zëra që kërkojnë largimin e Berishës? Këto janë gjëra që janë më pak të rëndësishme se çështja që kemi përpara. S'dua të shmangem fare as debatit as gjë. Unë jam jo se unë di të bëj vetëm një punë dhe drejtohem tek ajo dhe s'di të bëj punë të dytë njëkohësisht. Por çështja themelore dhe marrja kuptim e çdo lëvizje brenda PD-s, me çfarë do lloj argumenti ka kuptim kur rregullohet procesi zgjedhor dhe ka vlerë kuptimi i votës. Jo sipas kërkesës BE-s që të bëjmë reformë zgjedhore të përsëritur tallse, por në bazë të marrjes masave të rëndësishme për ata që kanë kryer krim zgjedhor. Sot në Shqipëri është bë krim zgjedhor. Po Dashamir Shehi, kryetari i një partie shumë të vogël edhe dha dorëheqjen marr përgjegjësitë. Dashamir Shehi, unë nuk e di, domethënë se edhe këtu do gjesh diçka. Jo, ti po kërkon që unë gjej diçka. Po të jap një shembull që Dashamir Shehi mori dhe përfaqëson 500 vota. Edhe unë po të përfaqësoja 500 vota do jepja dorëheqje. Është normale në politikë. Po nuk mund t'jap dorëheqje se përfaqësoj 520.000 vullnete. Si mund t'japun dorëheqje? Jam 520.000 vullnete. Po pikërisht kur ke përgjegjësi më të madhe, që ka barabart, kjo. Kjo ishte barabart. Po tashi unë kam respekt shumë për Dashamir Shehin dhe përderisa mori 500 vota ka bërë aktin më dur. Ç'lidhje ka? Respekte për Dashamir Shehin. Po demokratët që po kërkojnë 520.000 vota. Të riformatohet PD, të largohet Berisha, që të rikthehen përsëri aty. Po ato demokratë. Si Fluturat, Dashnor Sula, Geleda Libej. Mos mbynë emra se i kam të njohur, i kam kolegë. Se duket pastaj jo se bëhen lajme Luciano Boçi edhe një herë tjetër. Pra edhe një herë, domethënë thash, hym në emra dhe thuash këtë pjesën, këtë pyetje që ma bën ti, domethënë nuk është e saktë, nuk është e drejtë. Dhe nuk është dhe e ndershme nga ana jote. Po nuk janë demokrat këta. Sepse qenuri demokrat nuk ja ve unë asnjë pullën qenuri demokrat, ja ve aktiviteti i tyre, ja ve artikulimi i tyre politik dhe angazhimi i tyre politik. Ku ka munguar angazhimi i Dashnor Sulës, po thënë. As kam munguar dhe as kam punuar. Unë s'kam të drejtë ma bësh ti këtë pyetje që unë përcaktoj se kush është demokrat dhe kush nuk është demokrat. Unë jam demokrat, jo se më përcakton kush që unë jam demokrat. Unë jam demokrat sepse ndjehem i tillë, realizoj aktivitet tillë politik dhe artikuloj. Po ç'ti themon këtyre socialistë? Vendosja ti, domethënë e din vetë ata, nëse ato thonë jam demokrat, kontribut në PD. Po atë kanë ardhur këtu, kanë thënë jam demokrat, e kanë pranuar vetë. Unë e pranoj vetë që jam demokrat, s'është frikë me e shpreh. Po pranojnë ata. Po shumë mirë janë përderisa e kanë pranuar, përderisa e pranojnë. Duan mirën e PD-s. Po si ti nga nisesh që më kupton mua që jam demokrat. Duan të mirën e PD-s. Jo, nga nisesh domethënë. Pse aty aderon prej kohësh. Pse miku im Darsula ka drejtë më thotë mua që jam demokrat, jo thotë e di vet Luciano, edhe unë po them e di vet Dashi, e di vet Flutra. Flutra unë se njoh sot, njoh vite të tëra. Dhe di vetë Flutra në qëndrimit e saj, në aktivitetin publik. Po mirë, gjithë gabime kanë këta. Jo, nuk është vetëm aktiviteti. Po unë s'kam thënë asnjë fjalë, pse ti
Ediona, të vazhdojmë tek çështja themelore. Jo, më devijo, po më jep një përgjigje këtu. Jo, parimi im politik është që e para punës unë nuk merrem me emra të veçantë politik. Po se kërkon shembuj ti jam e detyruar unë. Unë merrem me qëndrimet politike dhe kur merrem me qëndrimet politike, po ti më thua kush janë këta, unë do të jap emra. Unë thash më kush janë këta, unë thash fare. Me të drejtë do pyesësh ti kush janë këta që e kanë artikuluar këtë kërkesë. Unë pyeta më përpara se s'po them emrat. Nëse do thuash që tani ka emra që kanë kërkuar largimin e Berishës, janë drejtën e tyre, mund ta kërkojnë edhe të tjerë për post këtyre. Dhe unë po them, po mund paksohen. Dhe unë po them që këta njerëz së bashku me ne duhet të kenë një objektiv, që e kanë vuajtur në lëkurë edhe në 2021, se kanë qenë pjesë betejave të nisurat sapo nisurat 2021. E kanë vuajtur në lëkurë se si blihet vota. Në Peqin, në Elbasan, se si rrëmbehet vota, se si patronazhohet vota. Dhe s'pari të zgjidhim këtë gjë, atë pjesën analizës, po kur zgjidhni ju këtë gjë, ai do marrë mandatin e 5. Edhe një herë. Pritje, mirë, nëse nuk ka reagim. Po mirë, nëse s'pas ka, domethënë nëse që ka kjo laissez-faire nga gjithë leje se po thash ai mund bëhet dhe mbret më kështu, domethënë me këtë mbështetje. Po ju po e bëni. Opozita më ajo e ka thënë, po doja, e ka po doja. Jo, unë këtu jam ulur. Po kush po e bë? Jo, unë këtu jam ulur në pozitën e fajtorit, ë. Unë jam fajtori, Sali Berisha është fajtori, gjithë po doja. Jemi fajtori. Po si e ti fajtori? Jo, më Rama nuk është fajtor, këtë po them, po e artikuloj kështu në mënyrë figurative. Nuk është Rama fajtor, më. Rama nesër mund bëhet mbret. Prap nuk është fajtor. Jo, nuk është fajtor. Sepse Rama është ai që ka ngritur këtë industri të vjedhjes votës. Ai nuk është fajtor, ai e bëri, bravo i qoftë. Madje ne i themi bravo ju, domethënë në opinion, se jo unë. I thojmë bravo, shi sa i Zoti, bravo e meriton i Zoti. Çka më merre, ai sulmon votën, atij ti takon ta sulmoj. Ne duhet ta mbrojmë vetëm, nëse mbrojmë, ju jeni fajtorë, ju se mbrojtë dot. Kurse ky ka drejtën morale, ky pas ka drejtën morale, sa të ketë Berishën përballë, Rama do rri gjithë jetën në pushtet. Ti e di shumë mirë këtë fjalë. Morale dhe politike, jo se ato thoshin sa të ketë Bashën, ka ato thon po sa të ketë Berishën. Po mirë, atëherë ju çdo ka. Dhe sa dali një tjetër, do thon sa të ketë dhe Agroshea, po kështu sa të ketë adresi derisa të gjeni më të mirë. Sa të ketë Ilir Mende. Jo më, nuk është kjo. Jo, duhet gjejmë procesin më të mirë. Kjo është që masi vlerat e njerëzve. Që mos ketë subjektivitete të këtilla siç ju i parashtruat. Ketë një proces ku vlera ime tjetë e barabartë me vlerën e kundërshtarit tim. Ku vlera e Ramës tjetë e barabartë me vlerën e Sali Berishës, me vlerën e Agronsheajt, me vlerën e çdo partie të vogël. Atëherë po, ka sistem dhe atëherë po, hajtë të bëjmë analizën që djejmë ku që duam dhe si që duam. Tashi këtu në këtë, po secili mund thoj ka idetë e veta, ka ato projeksionet e veta, çdo njeri, prandaj jemi të ndryshëm politik. Unë jam i ndryshëm nga gjithë emrat që përmendet, ata janë të ndryshëm nga mua, nga njëri tjetri, dhe kanë idetë e tyre. Shumë mirë kur bëhet një analizë, le të vinë, bëhen pjesë e analizave, të japin argumenta dhe janë pranueshëm në Partitë Demokratike, pranohen dhe fraksionet. Ne kemi thënë dhe kemi sanksionuar, le të vinë dhe s'ka asgjë të keqe. Ke një mendim për akuzën e fortë, duhet thënë, të Adriana Kalas në publik për Jorida Tabakun? Cilën akuzë? Që votat i ka siguruar nga Rama me oligarkët. Për të poshtruar Berishën. Gjykoj që në politik, jemi njerëz që jemi mishe, kocka. Shenjë që do nis lufta brenda llojit apo jo? Pa prit, ja përgjigjen, do 2 përgjigje në një fjali, se s'mundem. Ose 3, më mirë akoma. Po mundem se është ngërçi i kohës, i ardhjes, shkaku dhe pasojës njëri pas tjetrit. Jap të parën dhe pastaj. Pra në politik jemi mishe, kocka, mendje dhe zemër. Kemi dhe emocione. Në momente të caktuara edhe unë mund të jem shumë emocional dhe mund të bëj deklarata të papërputhshme me arsyetimin. Nëse i qëndron, çdo njeri pastaj zgjedh në politik ta bëjë me emocion politikën dhe janë njerëz të sinqert, nuk ka asgjë të keqe. Disa tjerë zgjedhin ta bëjnë me më shumë arsyetim se sa emocion. Këto janë profilet e njerëzve dhe unë nuk shoh gjë të keqe pse u tha dhe pse ka nis lufta. Jo më, kjo tregon që në PD ke një opinion dhe e thua, a ndodh kjo në PS? Pse u dërgua një SMS nga Rama të gjithë dhe asnjë mos bëj ankimim dhe të gjithë u tulatën? Pse s'të bën ty kjo përshtypje dhe që ky është problemi kryesor i vënies në rresht? Po di që s'bën përshtypje mua, po unë jam. Diçka do të thotë që në PD paska në rresht, paska dhe njerëz që thonë mendimin e tyre. Paska dhe njerëz që i rrinë në distancë PD-s për arsyet
që ata i mendojnë që i kanë të arsyeshme dhe japin opinion për BD-n dhe ne konsiderojmë opinionin e tyre. Ti do i argumentosh dhe do i frymëzosh këto për t'i dhënë të drejtë vetes, po ti se je profesor, kështu që normal. S'ka lidhje kjo, jam profesor. Normal që e qëndis fjalën. Jo, më bëj më ndaj mirë, jam profesor apo politikan, se tash të dyja. Të dyja. Atëherë unë si të kërkon ti ta bëj bisedën, domethënë jashtë këtyre dyjave, nëse do ta bëj jashtë këtyre dyjave. Se kjo tregon që ne pse s'tregon, te tregon. Edhe un kam mendimin tim, nuk më kufizon njeriu mu. S'm ka kufizuar ndonjëherë Sali Berisha mu që mund t'jap mendimin tim, që mund mos i ketë pëlqyer mendimi im. Un madje edhe e shkruaj mendimin tim, edhe them edhe në studio, sikurse ka dhe tjerë. Po në sinkron të plotë kemi ato ti. Dhe nuk kam marrë ndonjëherë ndokush nuk kam marrë ndonjë vërejtje. Po edhe tjerë që kanë ndryshëm që ti pse e the këtë bëre gabim politik, nuk kemi ndier. Jo un kam bërë un edhe kam shfaqur dhe opinione dhe mendime që nuk janë sinkron me mendimet e drejtuesit partisë. Demokratike dhe s'ka marrë në i vërejtë dhe sikurse tjerë s'ka marrë. Askush nuk ka marrë. Pse? Kurse ata morën SMS. Askush mos dali nga rreshti, mos kërkoj votat e veta. Po tani duhet mirë kuptuar dhe ajo SMS. Duhet mirë kuptuar se gjithë ajo fitore shkon akoma. Ka i gjë, kur jemi ke Rama, ne duhet mirë kuptohemi, madje jemi të kujdesshëm. E kisha në mënyrë ironike. Tani, të vim pak tek Spaku, meqense ti je deleguar në Shkodër, po ke informacion dhe për Elbasanin. Spaku ka ndërmarrë një aksion Elbasan, duket se do të prodhohet diçka aty në kuadër të ka lëvizje Spak, BKH, kanë ushtruar disa kontrolle, nuk kanë dalë emra, në shtëpinë një biznesmeni, një politikan socialist. Po mira, unë kam në kuadër të një aksioni post-zgjedhor për të goditur krimet zgjedhore. Jo, unë kam një, më thëmë, për dhënë këtë përgjigje, unë kam një sjarim të kërkuar. Unë do e kërkoj nga ju. Pse nga ju? Sepse jeni media dhe jeni opinioni mediatik. Që prova e këtyre fakteve, që janë pjesë e aksioneve zbuluese të Spakut. Mbra, se nuk ka ende rezultat. Prova, këto rezultate, kur dalin, këto do ndryshojnë rezultatin zgjedhor? Po, ku e dim? Duhet ta ndryshojnë? Nuk e dim. Duhet? Atëherë dalim ke duhet. Po pse një aksion do ndryshojë rezultatin zgjedhor? Po tash ai s'do kapi gjithë sa i bie që të kapi gjithë deputetët. Një aksion është fakt më. Është e vërteta, e thën në një shembull. Të ndryshojë gjithë rezultatin zgjedhor, janë kazuset e rasteve kur thotë që po është vjedhur vota dhe kur është bërë aty dhe është bërë me komandë politike dhe me mbështetje politike, si mos rrezohen zgjedhjet. Shikon sa bukur domethënë ju mani qendrim krejtësisht subjektiv. Se edhe nga ju kanë goditur. Edhe subjektiv. Në nivel lokal në kuadër të krimeve zgjedhore. Lokal, kanë goditur nivel. Dosjen 184-339, po më thua. Ajo është e vjetër. Vjetër ajo iku ajo, domethënë e mori lumja te çpunë, kemi këto trejat. Këto trejat kur dalin si fakte, a do i rrezojnë, duhet me i rrezu kaq është pyetja ime, bashkëpunuese me ju.